Këto dy ëndra ishin me karakter shumë negativ, shumë të ndryshëm, shumë pra kontroversi për njërin dhe për tjetrin. E tash Jusufi a.s. me një maturi shumë të madhe, duke di se ëndra e njërit flet keq, e ëndra tjetrit flet mirë, atëherë thot njëri për juve, pra nuk i thot ti që ke pa këtë ëndër, e ke këtë gjendje, pra që të mos demoralizoj atë tjetrin që ka pa ëndrën e keqe. Thot njëri për juve dyve, fe yasqi rabbahu khamra. Ai do të del dhe do t'i shërbej mbretit udhëheqësit. Do t'i shërbej verë, sepse ka qenë e lejuar vera në atë kohë. Wa amma al-akharu fayuslabu. Ndërka që tjetri thot do të gozhdohet, do të kryqohet. Thot fatakulu at-tayru, do të varet dhe do të hanë shpendet min ra'sihi prej kokës tij. Do thot ai do të mbytet. Qudhiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan. Kjo është çështje tashmë e përfunduar, pra për këtë që ju keni kërku ndihmë. Wa qala lilladhi dhanna annahu najim minhuma udhkurni inda rabbika. E ati që Jusufi një ditë prej ditëve pra, e mendonte se kjo do të shpëtoj dhe do të delta, mos hara të më përmendesh te udhëheqësi, sepse unë jam në burg padrejtisht, dhe s'kam ku të ankohem, s'kam avokat, s'kam ku të ngriti zërin tim, unë duhet pra ta kuptojnë të tjerët se jam padrejtisht në burg. Thot fa ansahu ash-shaytanu dhikra rabbih falabitha fi as-sijni bid'a sinin. Ky doli prej burgut, shkoi vërtet hyri në pallat mbretëror, i shërbeu mbretit, por harroi ti tregoj se është një njeri i mençur, një njeri i mirë, një njeri i drejt, e tjera, qysh ata e atribuan vetë Jusufin a.s. që mbahet padrejtisht në burg. Harruan një gjë të tillë. Ky është një njeriu. Kur është në hall, kur është në det, thot hoxh s'ka me ty, kur i zgjidhet problemin, ditë të harroj dhe të largohet, por megjithatë kjo nuk duhet neve të na demoralizoj asnjëherë dhe nuk duhet të na zbraps nga rrugët dhe qëndrimet tona, cilat duhet të ndërmarrin.